رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, e lartësojmë dhe njëkohësisht e lutim që salavatet, lavdërimet, faljet, mirësitë dhe bekimet e tij të jenë për profetin Muhammed, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë deri në fund. Tjetër adhurim i madh që na pret është muaji agjërimi, muaji të Ramazanit. Një shtyllë nga shtyllat e Islamit, një adhurim të zemra e sinqert e besimtarit e pret me përmallim. Një adhurim i cili kujtohet, përmendet në bisedat e zakonshme midis besimtarve. Dhe normalisht ju në ligjëratat e mëparshme në këtë xhami jeni njohur me mënyrën e pritjes së Ramazanit apo diçka rreth vlerës së Ramazanit. Prandaj në këto minuta unë do të ndalem tek një çështje apo tek një vepër e mirë që nuk duhet ta neglizhojmë në Ramazan. Pra, edhe se kjo gjë kryhet brenda Ramazanit, cila është kjo vepër e mirë që nuk duhet të neglizhohet në Ramazan, sepse neglizhimi i saj të privon nga mirësitë mëdha, ashtu siç edhe përkujdesja dhe kryerja e saj është shkak për përfitime madhështore të mrekullueshme nga Zoti Bujar. Kjo çështje është duaja, vëllezër. Muaji Ramazani ndër të tjera është quajtur edhe muaji i duas. Në surën Al-Baqara, Allahu subhanahu wa taala flet për Ramazanin, për agjërimin e tij. Janë disa ajete rresht, njëri pas tjetrit. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O besimtar, pra kujt i drejtohet Allahu? Atyre që kanë besuar, muslimanëve. Ju është bërë obligim agjërimi i Ramazanit siç ka qenë edhe për të tjerët përpara jush, me qëllim që të bëheni të devotshëm. Më pas përmend Allahu subhanahu wa taala rreth rregullave, vlerës, rëndësisë së Ramazanit, që është muaji i zbritjes së Kur'anit e tjerë. Por ndërmjet këtyre ajeteve që flitet për Ramazanin, përmendet një ajet i cili në pamje të parë duket sikur nuk ka lidhje me agjërimin. Pra flitet për rregullat e Ramazanit, pastaj bëhet një pauzë apo një ndryshim, devijim nga çështja dhe më pas rikthehet përsëri tek rregullat e Ramazanit. Nuk është se nuk ka lidhje dhe nuk ka devijim apo ndryshim të temës. Jo. Ky ajet është fjala e Allahut subhanahu wa taala: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Thot Allahu i lartësuar, nëse robërit e mi, dëgjojeni mirë ajetin se do ndalemi. Nëse robërit e mi, o profet, pra, të pyesin ty për mua, atëherë thua ju: unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur më lutet. Prandaj le të besojnë tek unë, të më binden mua në mënyrë që të udhëzohen drejt. Ky është ajeti kuranor ndërmjet ajeteve që flasin për rregullat e agjërimit. Thon dietarët: përse Allahu subhanahu wa taala ndërpreu përmendjen e rregullave të Ramazanit dhe vlerës së tij me një ajet që bën fjalë për duan? Ka urtësi, dhe patjetër që ka urtësi. Në fjalët e Allahut subhanahu wa taala nuk do të gjesh pakujdesi, por janë të mbushura me urtësi, me dobi. Prandaj kur ta lexojmë Kur'anin, kur të dëgjojmë apo të lexojmë hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, të përpiqemi që të thellohemi në kuptimin e tyre,
sepse janë mesazhe që na drejtohen ne. Dhe është fjala më e bukur, më e drejtë, më e dobishme. Fjalë që nuk i afrohet fjala askujt tjetër, në mënyrë të padiskutueshme. Është shpallje nga Zoti i gjithësisë, nga i gjithdijshmi. Thonë dietarët e përmendje Allahu i lartësuar ajetin e duas ndërmjet ajeteve të Ramazanit për të na kujtuar në rëndësinë e këtij adhurimi gjatë ditëve të agjerimit. Pra ti o musliman, kur t'jesh duke agjeruar, bëj sa më shumë lutje, bëj sa më shumë dua. Si thot profeti alayhi salatu wassalam, thalathu da'watun mustajabat. 3 dua janë të pranuara. Pra janë të pranuara. Kush e thartë fjalë? Profeti alayhi salatu wassalam, në fjalët e tij nuk ka dyshim. Kur thot janë të pranuara, mbaroi çështja, të pranuara. S'ka dyshim atë. Nuk ka hapësirë për dyshim, për ndonjë interpretim tjetër. Jo. Dhe përmend da'watu sa'im, wa da'watu al-madhlum, wa da'watu al-musafir. Duaja e agjëruesit. Duaja e agjëruesit. Duaja e njeriu të lënduar, të dëmtuar nga dikush apo nga disa. Dhe duaja e udhëtarit. Çfarë i bën bashkë këto 3 persona apo këto 3 gjendje? Vështirësia që përkalojnë. Vështirësia që përkalojnë, vështirësia e agjëruesit me agjërimin e tij, vështirësia shpirtërore, lëndimi që pason njeriu i dëmtuar që i është bërë zullum pa drejtësi dhe udhëtari. Dhe udhëtari që ka vështirësi të udhëtimit të tij dhe mjafton për të si vështirësi largimin nga familja, nga vendi i tij e tjerë. Thot Allahu subhanahu wa taala në ajetin kuranor, e kur robrit e mi, që sa bukur, sa i mëshirshëm është Allahu, sa i butë është Allahu. Nuk thotë kur njerëzit apo robrit, krijesat, jo, robrit e mi. Ky përemri pronor e mi, që bëhet fjalë për Allahun subhanahu wa taala, përmban nota mëshire, dashurie, përkujdesje, butësie nga ana e gjithë mëshirshmit për ne, që jemi robrit e tij. Kur robrit e mi, pra që unë i dua, përkujdesem për ta, dua të mirën për ta, i mbroj ata, i mëshiroj, i fal, i shëroj, i ndihmoj e tjerë, të pyesin ty për mua, thua jo profet, unë jam më afër. Unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur më lutet. Allahu akbar. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Unë jam afër, jo me qenjen e tij, se Allah subhanahu wa taala është mbi arsh në më të lartën lartësi. Nuk është kudo. Dhe as nuk është i shkrirë, apo i bashkangjitur me krijesat e tij. Jo, është i ndarë prej tyre në më të lartën lartësi. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Mëshiruesi që qëndron mbi arsh. Dhe kuptimi është afër me mëshirën e tij, me dashurinë e tij, me përkujdesjen e tij, me butësinë, me ndihmën, me përgjigjen e lutjes. Unë jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Kush thot i përgjigjem lutjes? Ai që të fton ti lutesh. Ai që të fton ti lutesh. Dhe thon dietarët, ky tekst është një tekst miratimi, dëftor. Dhe vjen në trajt të pashquar, të hym pak tek rregullat gjuhës arabe për ka dobi. Dhe në këtë rast ka një kuptim gjithëpërfshirës. Në çfarë rast? Pra kur ti je me agjerim, atëherë mbushi minutat, orët, ditët e Ramazanit me dua. Sepse Allah subhanahu wa taala na ftoi me anë të këtij ajeti të lutemi në Ramazan dhe nuk e përcaktoi kohën.
vetëm në mëngjes, apo vetëm në drekë, apo vetëm para iftarit. Ja, e la pa kufizuar. Pra në çdo moment që ti je me agjërim dhe i lutesh Allahut, duaja jote është e pranuar. Dhe s'ka dyshim në të. Duaja jote është e pranuar. Prandaj ta lut nga gjërat e mira, të bukura, adhurimet që na afrojnë tek Allahu dhe kemi dobi të mrekullueshme gjatë Ramazanit dhe që nuk duhet të neglizhohet, sepse duaja vëllezër është një adhurim i lehtë. Nuk kërkon që ti të shpenzosh diçka për ta bërë, siç mund të jetë qurbani, haxhi, umra e tjerë, apo dhe ardhja në xhami për dikën, duhet vi me makinë, shpenzoj. Jo. Je në shtëpi, je në xhami, duke ecur, duke punuar, je shtrirë, po shplodhesh e tjerë. Bëj dua. Je me agjërim, bëj dua. Sepse janë bërë bashkë dy gjëra të mira. Dy veçori të bukura. E para, vlera e kohës, pra që është ditë Ramazani, dhe vlera e gjendjes, që je në agjërim, në bindje ndaj Allahut. Pra ti je duke adhuruar Allahun me agjërimin tënd. Pra je më afër Allahut se çdo kohë tjetër. Prandaj dhe duaja ka vlerë. Allahu subhanahu wa taala pastaj tha: "Falyastajibu li", le të besojnë tek unë. Wal yu'minu bi, le të më binden mua dhe le të besojnë tek unë. Dy çështje. Dy çështje të rëndësishme, pa të cilat duaja nuk pranohet. E para, saktësia në besim. Wal yu'minu bi, më besojnë mua. Nuk është vetëm kaq, besosh Allahun. Ja, se ne dhujtarët e besojnë ekzistencën e Zotit. Krishterët e besojnë, po ka Zot thonë. Betashiu thotë, po ka Zot. Ja, nuk është vetëm kjo. Ne e dim shumë mirë, që është shumë herë më tepër se kaq, dhe më e madhe, më e gjerë se kaq besimi. Çfarë është? Të besosh Allahun me tauhid. Me emrat dhe cilësitë e tij, ta adhurosh atë të vetëm, pa i shoqëruar askënd në çdo lloj adhurimi. Fala tad'u ma Allahi ahada, dhe mos lut asnjë tjetër krahas Allahut. Thot Ibn Abbas se në çdo ajet që përmendet duaja, kuptimi është adhurimi. Pra kuptohet që ti bëj dua vetëm Allahut, kuptimi është adhurimi, pra është më tepër se dua, të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe ti binden Allahut. Falyastajibu li, le të më binden mua. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu pranon nga të devotshmit. Sa më shumë ti bindesh Allahut, ti je duke u lartësuar tek Zoti yt. Dashuria e tij për ty bëhet më e madhe. Dhe pranimi i duas akoma dhe më i mundshëm dhe më i madh. Prandaj në këtë gjendje agjërimi shfrytëzoj me dua. Dhe duaja vëllezër ka vlerë. Në një hadith, profeti alayhi salatu wasallam përkufizon duan shumë bukur, thotë ad-du'a'u huwa al-ibada. Duaja është vetë adhurimi. Ndërkohë që ne e dimë që duaja, vetëm duaja nuk është adhurim. Nuk është i vetmi adhurim. Adhurimi ka plot. Por për nga rëndësia që ka, vlera që ka, dhe dashuria e Allahut për të, profeti alayhi salatu wasallam tha, duaja është vetë adhurimi. Dhe në ajete kuranore Allahu subhanahu wa taala përmend dua të profetëve dhe njerëzve të mirë. Përmend se nga gjendja e tyre për kushtimin e devotshmërisë ndaj Allahut ishte duaja. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ky ajet është madhështor vëllezër. Dhe Zoti juaj ka thënë, më lusni mua, unë do t'ju përgjigjem. Secili ta kujtoj këtë ajet dhe të meditoj, të thellohet në të. Dhe Zoti juaj, i juaj, prap përmban prap mëshirë, dashuri, ky për emër. Ka thënë,
Më lusni mua. Pastaj çfarë? Unë do t'ju përgjigjem. Mori fund çështja. Pra është e sigurt. Është e sigurt. Nëse ti e lut Allahun e lartësuar me rregullat që ka duaja, dhe sidomos në gjendje agjërimi në Ramazan, që është edhe vlera e kohës që është muaji i Ramazanit, dhe vlera e gjendjes që tha më parë, agjërim, pra je në bindje ndaj Allahut, në adhurim, në afrim tek ai, atëherë duaja është e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Për Allahu nuk ka shembull. Nëse një njeriu i kërkon diçka, ta jep herën e parë, është bujar, ta jep herën e parë, ta jep, i kërkon prapë herë 2, 3 të jep. Herën e katërt pastaj kur i kërkon, do thotë ja, kur të shef në rrugë, ndryshon rrugë, ta fshin dhe numrin e telefonit, i ban blok edhe thotë, ky këtë punë ka. Kurse Zoti i madhëruar çfarë? Më lusni. Men lam yas'alillaha yaghdab alayhi. Thot profeti alayhis salam, kush nuk e lut Allahun, Allahu zemërohet me të. Shihni bujarinë e Allahut. Kush nuk i kërkon Allahut, Allahu zemërohet me të. Pra Allahu do t'i kërkosh. Kërkoj. Lute. Le të jenë çështje të rëndomta. Ti pa adhuron Zotin tënd. Dikush mund thotë çështje e vogël pa rëndësi, pse ta lut Zotin e madhëruar për këtë gjë. I duket sikur nuk ka respekt dhe madhërim për Allahun. Jo, lute. Edukoje nefsin veten tënde me nevojë vetëm për Allahun. Me parashtrimin, kërkimin e të gjitha çështjeve vetëm Allahut. Ky është thelsi i suksesit. Kanë thënë dietarët e hershëm, rrugët e detit janë anijet, thonë. Rrugët e tokës janë shtigjet, rrugët që i njohim të gjithë. Rruga e qiellit është duaja. Rrugët e detit janë anijet, pra me çfarë udhtohet në det? Me anije, pra me çfarë itet nga njëri breg në bregun tjetër, nga njëri vend, nga njëri kontinent në tjetrin, në det, me anë të anijes, rrugë përshkuese. Ato të tokës të gjithë i dim, rrugët që kanë ndërtuar sot njerëzit e tjerë të me anë të tyre të dërgojnë nga njëri vend në një vend tjetër e tjerë. Kurse për të shkuar në qiell nuk mund të ilesh me anije, as me aeroplan, as me raketa, anije kozmike të sofistikuara e tjerë. Jo. Duaja thonë. Ajo të roket në portat e qiellit. Duaja. Me të shkon në qiell, me duan. Prandaj muslimanët tregojnë histori të muslimanëve të mirë që nuk e linin duan dhe e lutin Allahun azza wa jalla edhe për çështje të imta, çështje të rëndomta. Sepse nuk është çështja thelbi çfarë po i kërkon Allahut. Nuk është vetëm ky. Jo, por ti po adhuron Allahun. Dhe muaji i Ramazanit, muaji i adhurimit, dhe nga veprat më të mira që mund të bësh në të, dhe t'i afrohesh Zotit tënd në të, është duaja. Lutesh. Dhe nuk është duaja veçantë në Ramazan vetëm në prag të iftarit. Mund të jetë më e mirë, apo mund të ketë diçka prej vlerës më tepër me qenë në fund të adhurimit, të ibadetit. Por gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë minutave që jemi agjërim, i lutesh Allahut azza wa jall. I kërkon Allahut subhanahu wa taala ta pranojë agjërimin tënd, ta pranojë namazin tënd, ta pranojë duan e çështjet e tua, të cilat ti i kërkon. Dhe dobitë e duas vëllezër janë të mëdha. Asnjëherë Zoti bujar nuk të kthen bosh me duan tënde. Edhe atij të cilit nuk i jepet ajo gjë. Thot profeti alayhi salatu wassalam se duaja në kuptim të hadithit, pra në shqip, duaja është e garantuar. Çdo musliman që i lutet Allahut azza wa jalla me dua që nuk përmban gjuna dhe nuk ka në të kërkesë për të shkëputur lidhjet farefisnore, do të jepet 1 nga 3. Ose do të jepet çështja që i kërkon. Pra ju lut Allahut për këtë apo për atë çështje, ta dha. E more.
frytin e duas, përfitove. Ose në vend të saj të jepet diçka tjetër. Në vend të saj të jepet diçka tjetër. Mund të jepet në dynja, por mund të jepet edhe shpërblime në botën tjetër. Prap fitove. Ose Allahu i lartësuar i largon një të keqe në përmasat e saj. E duas. A dole duar bosh nga duaja? Ja. Nuk dole duar bosh. Përfitove. Thot profeti alayhi salatu wasallam, Allahu është i turpshëm, bujar. Ka turp që kur robi i tij ndren duart, t'ia kthej bosh. T'ia kthej bosh. Pra Allahu i lartësuar, në cilësitë e tij është turpi dhe turpi i tij si çdo cilësi tjetër nuk është si e jona. Që kur robi i tij ndren duart, t'ia kthej bosh. Pra asnjëherë nuk del i zhgënjur kur i lutesh Allahut. Dhe këtu del në pa vlezër ai dallimi i madh, ai ndryshimi i madh ndërmjet atij që i lutet vetëm Allahut dhe atij që i lutet krijesave, kushdo qofshin ato. Ai asnjë çështje nuk merr, asnjë fryt nuk përfiton nga ajo duati, përkundrazi, ngarkohet me gjuna, me shirq dhe përfundon përgjithmonë në xhehenem me shirkun që bëri. Kurse besimtari që lut vetëm Allahun Azza wa Jalla, përfitimet janë madhështore se Zoti është bujar. Zoti është bujar. Të fton ti lutesh. Dhe të premton dhe të garanton përgjigjen e lutjes. Zëmërohet kur nuk i kërkon. Dhe asnjëherë nuk të kthen duar bosh. Asnjëherë nuk të kthen duar bosh. Lutja është ai adhurim që përfitimet e të cilës ti do t'i marrësh, mos njërin apo tjetrën. Do t'i marrësh. Prandaj Ramazani përveç si muaj i leximit të Kur'anit, si muaj i natës së Kadrit, por në natën e Kadrit, me që e përmendëm, për çfarë e mësoi profeti alayhis salam Aisha radhiyallahu ta'ala anha? Për dua. Njeriu më i dashur, gruaja e tij e nderuar, nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha i tha, çfarë të them natën e Kadrit nëse e arri? Dhe kur dikush do t'i mësoj njeriu më të dashur diçka, çfarë do t'i thotë? Çështje të lehta, jo me fort rëndësi, jo më të mirën, më të bukurën, se e do më shumë. Dhe çu ishte dashuria e profetit alayhis salam për bashorten e tij Aishën. Dhe i mëson atë dua madhështore. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, se do faljen, më fal mua. Dua. Përveç namazit, në natën e Kadrit, është edhe duaja. Dhe kjo është një natë në vit, në një muaj, në muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit është edhe muaji i duas. Minutat shfrytëzojnë i vëllezër, minutat e këtij muaji me dua. Normalisht që duaja është më tepër se kaq, por le të shërbejnë inshallah këto ajete, hadithe, këto fjalë si nxitje dhe kujtesë të bëjmë dua. Të bëjmë dua për të tjerët, të bëni dua për mua. Dhe që jo rritova atë çështje e tjerë. Allah është përbleft së hoxhës, dhe njëherë Allah është përbleft dhe juve për durimin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.